Alianca për shqiptarët e përbër nga Lëvizja për Reforma e PDSH dhe RDK kanë organizuar manifestim me rastin e 107 vjetorit të alfabetit shqip. Me këtë rast, kryetari i RDK-s Vesel Mehmedi tha se Kongresi Manastirit kujton pikërisht bashkimin e shqiptarëve për çështje të rëndësishme kombëtare, ndërkaq kryetari i LR-PDSH-s Zjadin Sela tha se Kongresi Manastirit paraqet pikë që bashkon të gjithë shqiptarët në Ballkan, ose më saktë të gadishullit ilirik, ashtu siç na bashkon gjuha të gjithë shqiptarëve në botë. Alianca për shqiptarët e përbër nga Lëvizja për Reforma e Partisë Demokratike Shqiptare dhe Rilindjes Demokratike Kombëtare kanë organizuar manifestim me rastin e 107 vjetorit të alfabetit shqip. Në fjalën e tij, kryetari i Rilindjes Demokratike Kombëtare, Vesel Mehmedi, tha se Kongresi i manifestimit kujton pikërisht bashkimin e shqiptarëve për çështje të rëndësishme kombëtare. Nga Kongresi i Manastirit doli në sipërfaqe për zgjedhja i alfabetit latin. Kjo përzgjedhje e alfabetit latin një farë mënyre bëni përcaktimin drejt Evropës dhe drejt botës perëndimore. Kjo është një punë shumë e madhe që ka ndodhur në Kongresin e Manastirit dhe sot e kësaj dite shqiptarët gjithmonë anojnë drejt rrugtimit evropian. Momenti i ditë si mesazh që mund të nxjerrim nga Kongresi i Manastirit ka të bëjë me vlerën dhe impaktin që ka gjuha shqipe. Gjuha shqipe është kryefjala e zhvillimit të kombit shqiptar. Gjuha shqipe nuk mund të spostohet nga nishi të shkone ke gjasha dhe gjasha të vije ke nishi. Kjo është kryefjala dhe për gjuhën shqipe njerëz kanë dhënë jetë, kanë dhënë gjak dhe kërkon gjithë ne si aleancë dhe gjithë shqiptarët të mbrojnë që asnjëherë mos ketë spostime të kësaj natyre nga nishi në 6 dhe 6 dhe 1. Do të thotë unifikimi i Kongresit të Manastirit që e nxorri këtë gjuhë shqipe që e flasim ne sot, njashtu edhe në politikë e kemi këtë bashkëpunim mes RDK-s dhe LR-PDSH-s që e kemi titulluar si Aleanca për Shqiptarët dhe me shpresë se kjo aleancë do të jetë shumë më e zgjeruar, shumë më e fuqishme në zgjedhjet dhe në shumë cikle tjera zgjedhore që na presin bashkërisht. Ajo sakrificë që ka qenë atëherë, ajo sakrificë kërkohet edhe sot e kësaj dite. Kërkohet sakrifica jonë, e juaj dhe e gjithë kombit shqiptar, sepse vetëm me sakrificë të mund të zhvillohet kombi shqiptar deri në pafundësi. Kryetari i Lëvizjes për Reforma i Partisë Demokratike Shqiptare, Zjadin Sela, tha se Kongresi i Manastirit paraqet atë të unifikimit të gjuhës shqipe dhe kuptohet se është pika që na bashkon të gjithë shqiptarëve në Ballkan, ose më saktë të gadishullit ilirik, ashtu siç na bashkon gjuha gjithë shqiptarëve në botë. Është ditë e rëndësishme për cilën ne duhet festojmë dhe trikujtojmë. Momentin kur shqiptarët janë bërë bashkë dhe momentet të këtilla fatkeqësisht i kemi pak, nuk i kemi të shumta. Por nga ana tjetër është moment dhe ditë në të cilën të gjithë ne duhet reflektojmë dhe ta mendojmë mirë. Ta mendojmë mirë se sa herë që kemi qenë keq në një kaos veprimi, siç ka qenë rasti edhe me çështjen e shkronjave, kanë dalë njerëz të cilët kanë ditur të thrasin kuvende, kongrese dhe të bëjnë unifikimin e elementeve shumë të rëndësishëm, siç është gjuha, siç është shkrimi i asaj gjuhe, që është element shumë i rëndësishëm i çdo populli dhe asaj që quhet popull dhe kombë. Ne kemi kongresin e shkronjave, kemi kongresin e unifikimit të gjuhës shqipe. Dhe kuptohet që ka janë dy pika të cilët na bashkojnë gjithëve ne si shqiptarë, kudo që jetojmë. Këtu në Ballkan, ose më saktë në gadishulli ilirik, ashtu siç na bashkon tani më për fat ose fatkeqësi edhe shqiptarët në gjithë botën. Dhe ne kemi shkronjat e unifikuara, kemi gjuhën e unifikuar dhe kemi edhe abetaren unifikuar. Po fatkeqësisht, basioni i fundit
i rezistencës slave dhe i diskriminimit që i bëhet shqiptarëve, me fatkeqësi më të madhe po e them që ka ngel Slavo Maqedonia. Dhe prandaj është e nevojshme atë që po bëjmë në zbashku sonte këtu, dhe që kemi bërë edhe më herët, një aleancë ndërmjet shqiptarëve, e cila do të bëjë edhe unifikimin edhe të abetarës, sepse fatkeqësisht për momentin që flasim dhe ditët që jetojmë, edhe konceptin e abetarës mundohen të na heqin, duke i thënë abetarës libër lexim për fëmijët tanë nga klasa e parë. Në manifestimin e ditës së shkronjave, një ekspoze për kronologjinë e ngjarjeve të rëndësishme për shqiptarët ka mbajtur albanologu Vebi Bexheti. Dhe mund fundetën të përfundimit se alfabeti i Kongresit të Manastirit, krejt në bazë latine, me disa tinguj të shkronjeshe, duhet të mbetet sepse ai fitoi faktikisht. Ishtë një ankam publik i vetë të deklarimit të popullit që e përkrau, i popullit shqiptar që kishtë orientime pro-evropiane, pro-qytetruese, të vetëdijshëm se me këtë alfabet të botoheshin librat shqiptar në përshtyp shkronjat Evropës. Sepse me alfabetet tjera, me kombinime tjera, duhet të kesh shqipshkronje speciale të ndërtuara e në kas për një alfabet që të të shumë problematike. Prandaj, edhe me 28 nëntor, të me thonë vitin 1912, deklarata e pavarësisë, për e të parë legjitimohet alfabeti që e kemi në sot, u shkruajt me alfabetin që e kemi në sot. Është ki alfabeti i Manastirit, alfabet i cili e bashkoj popullin ashtu si kur kongresi i drejtshkrimit që e bashkoj popullin në aspektin e unifikimit të dy krye dialekteve, nën dialekteve, të formeve, edhe kongresi i Manastirit ishte një rezultat i punës shumë vjeçare të rilindësve, por edhe si nevojë dhe kërkesë që të kemi një alfabet, kemi një shkrim.